Një monografi që tërheq vëmendjen për të mirë dhe meriton një respekt të veçantë për autorin Haxhi Lajçin. Monografia ka objekt trajtimin e shkollës shqipe në komunën e Rozhajës, në Dacaj dhe Buxhovë në periudhën 1943 deri në vitin 2013. Autori shihet se për të hartuar veprën e tij është referuar të dhënave të shumta, qofshin burime të publikuara apo të gjalla, mësimdhënës, por edhe bashkëvendes të cilët evokojnë ngjarje historike, kulturore, arsimore, demografike që ndërlidhen me malsinë e Rozhajës. Kështu recenzenti Demolliqi thot se autori në mënyrë të përpikt dhe gjithëpërfshirëse na prezanton historikun e shkollës dhe arsimin e gjeneratave të reja në vazhdimësi edhe kontributi i fshatarëve të malësisë Rozhajës, objektet, mjetët mësimore, kërkesat e shkollës së fëmijëve të tyre. Krahas veteranëve janë përfshirë edhe mësimdhënësit që kanë kontribuar nga fillimi e deri më sot në arsimin shqip në Rozhaj, por edhe në përmasa më të gjera në Maltezi. Monografia Shkollën e Dacë dhe Buxhovë është pamdyshje një dëshmi kohe e cila për brezat e ardhshëm demonstruan të gjallë tradicionale ndërron individet që i kanë kontribuar kauzës sonë kombëtare në forma të ndryshme. Nga ky libër mësojmë se si treve në malësisë së Rozhajës, shkolla shqipe është ballafaquar edhe me sfidat e pushtetit. Autori çështjen e shkollës shqipe trajton në nivelin e Maltezi edhe lexuesit i ka prezantuar të dhëna të bollshme, duke tërhequr vërejtjen se në këto rrethana është e pamundur të plotësojë standardet evropiane. Kjo monografi paraqet realitetin e djeshëm dhe të sotëm të arsimit shqip në Maltezi. Do të shquaj si një monument me rëndësi në libër ku publikohen emrat e intelektualëve nga Dacajt, të cilët janë mbi 30 sishë dhe shquhen si personalitete arsimore, biznesi, administrate dhe politike. Monografia ditë me parë për ruan e pej dhe u prit jashtëzakonisht të mirë nga opinioni pejan.